Ju lutem zini vendet, faleminderit shumë. Të nderuar zonja e zotërisë, të ftuar dhe antar të dashur të komunitetit shqiptar në qytetin e Windsor. Me emër të komunitetit shqiptar të Windsorit, ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj në këtë ngjarje kaq të rëndësishme për të gjithë ne, po kisha me thonë edhe historike. Dear ladies and gentlemen, honored guests and members of the Albanian community, with a heart full of gratitude, I sincerely thank you all for being here tonight. Për ndryshe, unë do të prezentoj vetëm, jam Gjeni Agaj, jam aktor dhe jetoj në Toronto dhe kam kënaqësinë që t'jem në mesin tuaj sot, që të përkrah komunitetin e juaj këtu dhe besoj që do të kalojmë një natë shumë të këndshme. Faleminderit shumë. Për të hapur këtë mbrëmje, ju ftoj të gjithëve ngriheni në këmbë për të kënduar himnet kombëtare të Republikës së Kosovës, Republikës së Shqipërisë dhe shtetit ku jetojmë, që është shtëpia jonë e dytë, Kanadas, dhe për këtë ju kisha lutur të keni durim, sepse këtu ne do të bëjmë një simbolike ngritjen e flamurit të Republikës së Kosovës. Dhe me këtë rast ftoj në skenë shkëlqësinë e saj, ambasadoren e Shqipërisë, zonjë Artemis Malo, konsulin e Kosovës, zotëri Kadrit Agaj, dhe Windsor City Councilor Angelo Martinani, nëse që kam thënë nga me mirë, faleminderit shumë. Mbasi që të bëjmë hapjen, fillojmë himnin kombëtar të Kosovës, do vazhdojmë me dy himne tjera, kështu që kemi pak durim, ju falenderoj shumë. We
Tani kam kënaqësinë që të ftoj në skenë shokun, kolegun dhe guximtarin i cili e filloi këtë shaft, shokun Uran Dalkuçi, për fjalimin e rastit. Uran. Faleminderit. Mirëmbrëma, të nderuar zonja dhe zotrin, të ftuar të nderuar dhe anëtar të dashur të komunitetit tonë shqiptar, me një zemër të mbushur plot, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj sonte. Fillimisht, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të thellë për të gjithë ju që keni kontribuar dhe pjesëmarrë në këtë ngjarje të veçantë. Faleminderit për angazhimin tuaj financiar, për përgatitjen e mbështirjeve, ushqimet tona tradicionale, për dekorimin e sallës, si dhe organizimin e sistemimin e të ftuarve me kaq përkushtim sonte. Ju falenderoj për punën dhe orët e gjata që keni kaluar për të siguruar që kjo mbrëmje të jetë e paharrueshme. Çdo kontribut juaj ka bërë një ndryshim të madh
dhe kanë ndihmuar në krijimin e një ambienti kaq të ngrohtë dhe mikpritës për të gjithë ne. Dear ladies and gentlemen, honored guests and members of the Albanian community, with a heart full of gratitude, I truly thank you all for being here tonight. Gjithashtu një falënderim të ngrohtë dhe mirënjohës për të ftuarit e nderit që kanë udhëtuar nga larg për të qenë sonte me ne. A special thank goes to our guest of honor who traveled from afar to be with us tonight. Ambassador of Albania to Canada, Artemis Malo. Consul of Kosovo in Toronto, Mr. Kadir Dakaj. Members of Parliament, Brian Massey. Chris Lewis, who I guess will join us in a bit. Irek Kazmirchik. Dave Abb, and Windsor City Councilor Angelo Brignani. Gjithashtu falenderojmë pjesëmarrësit e shoqatave shqiptare të Toronto, Hamiltonit, Kitchener, Waterloo dhe Londonit, si dhe dua t'i falenderoj përzemërsisht për suportin që na kanë dhënë gjatë gjithë kësaj kohe përgatitjeve si shoqatë e parë që jemi krijuar. Faleminderit shumë. Thank you for your participation and dedication to the Albanian community. Sot në këtë mbrëmje ne bashkë do të festojmë dy ngjarje shumë të rëndësishme për komunitetin tonë. Së pari, për vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Sot do kujtojmë dhe nderojmë guximin dhe sakrificën e herojve, si dhe gjithë atyre që qëndruan në krah të së drejtës për identitetin dhe identitetin e kombit shqiptar. Le të lëzoj Kosovën e paqë, tani dhe për gjithmonë. Tonight, we gather to celebrate two important events for our community, the anniversary of Kosovo independence and the inauguration of the Albanian Association of Windsor. Sot, gjithashtu së bashku, do inaugurojmë hapjen e komunitetit të parë shqiptar të Windsorit. Fillimisht dua të përmend se puna e palodhur për të themeluar shoqatën e shqiptarëve të Windsorit ka nisur që prej vitit 2000 tutje, prej shumë patriotëve shqiptar këtu në Windsor. Andaj, ju falenderojmë gjithë nga zemra për punën tuaj dhe urojmë që t'jeni pranë nesh gjatë këtij udhëtimi të përbashkët patriotik. Ky moment sot nuk është vetëm një festë e kulturës dhe trashëgimi son të pasur, por një homazh i sinqert për historinë të shekullore të Shqipërisë së Madhe dhe popullit të saj. Ne jemi mbledhur këtu për të nderuar historinë tonë, traditat tona dhe shpirtin e palëkundur të emigrantëve shqiptar që e bën Windsorin shtëpi të tyre. Formalisht, shoqata shqiptare e Windsorit u themelua në nëntor të vitit 2024 nga një iniciativë e konzullit të përgjithshëm të Republikës së Kosovës, zotri Kadir Dakaj, mbas një vizite të ngrohtë në qytetin tonë të Windsorit. Kjo shoqatë tani po bëhet një frymëzim i bashkimit tonë dhe një reflektim i diversitetit dhe forcës së popullit tonë shqiptar. Një nga objektivat kryesorë shoqatës shqiptare të Windsorit është angazhimi aktiv në aktivitete artistike dhe sportive për të rinjtë tanë. Ne besojmë se duke angazhuar të rinjt në këto aktivitete, ne do të kontribuojmë në ruajtjen e gjuhës shqipe dhe traditave tona, duke i ofruar tyre mundësinë për të rritur dashurinë për kulturën e tyre të bukur. E armja jonë është e duar të rinjve dhe ne jemi të përkushtuar për të mbështetur ata në këtë rrugë. Andaj rishtazi është krijuar grupi artistik i fëmijëve dhe të rinjve, i quajtur Vatra, me ndërtimin e Vjolca Palduzi dhe me Vlude Dollovi, të cilat i falenderojmë përzemërsisht. Mbas një përgatitje të palodhur, grupi sot do të prezantohet para jush me disa vallëzime tradicionale.
Gjithashtu ju njoftojmë se tashmë shkolla shqipe për fëmijë vijon çdo të shtunë. Kjo iniciativë financuar nga Greater Essex County School Board ka për qëllim të ruajë dhe të transmetojë gjuhën dhe kulturën tonë të brezat e rinj. Ne jemi të nderuar që Zonja Entela, një mësuese talentuar dhe përkushtuar, vjen rrugën e nisur prej vitesh nga mësuesja Alira Husi në krye të këtij programi. Pasioni i saj për të mësuar fëmijët në gjuhën shqipe është inspirues dhe i mrekullueshëm. Ajo i jep rëndësi çdo detali dhe e bën mësimin një eksperiencë argëtuese dhe edukative, duke u siguruar që çdo fëmijë të ndjehet i mbështetur dhe motivuar për të mësuar. Le të punojmë së bashku për të mbështetur këtë shkollë dhe për të siguruar që çdo fëmijë shqiptar në Windsor të ketë mundësinë të mësojë dhe të rritet në një ambient të pasur kulturor. Regjistroni fëmijët tuaj dhe ndihmoni në ruajtjen e gjuhës dhe traditave tona. Kjo është shumë e rëndësishme. Tani më lejoni në vazhdim të prezantoj para jush anëtarët e bordit të shoqatës. Filloj me Hax Ademaj, ju lutem Hax, udhroni këtu. Olger Potka, Olger, Arti Tamburi, Fatlinda Koshi, Altienka Jakova, Mevlute Dulovi, Enisa Hyseni, dhe Jetmir Dervisha. Ftoj pajarush, Arti Tamburi, për të ndarë disa fjalë në emër të shoqatës. Ju falenderoj shumë. Ose kurim së bashku me Qëndron. Vëllezër dhe motra shqiptarë, mirë se vini në këtë mbrëmje të madhe. Prej një moshe të vogël, ka menduar gjëra gjatë disa dilema mbi popullin tonë. Si ka mundësi që një kom që ka lindur perandor apo komandant e zbulues të mos ketë në rregull atë në vetë? Si është të mundur kaq shumë kom por kaq pak shtet? Si ka mundësi kaq e lehtë për të prodhuar individ, por kaq e vështirë për të krijuar një komunitet? Besoj se nuk kemi vetëm në këto përsjatje dhe se këto janë pyetje më vonë, por dua të theksoj që për fat jo sonte dhe jo më për shqiptarët të Windsorit që sot kanë shoqatën e tyre. Në këto 3 muaj kemi thyer një thatësirë 30 vjeçare, e cila nisi si një shi i butë, por sot është kthyer në një uragan i papërmbajtshëm, që po bind skeptikët dhe po frymëzon edhe cinikët. Për më tepër është një shuplak e rëndë për armiq tanë kombëtar. Ata donin ta fshinin gjuhën tonë shqipe, por ne vazhdojmë ta flasim edhe në këtë sallë të madhe, edhe në dhe të huaj. Ata donin që ne të harronim identitetin tonë, por tani rinia jonë këtu është edhe më krenare se brezat e mëparshëm. Ata donin që ne të zhytemi në një krajinarizëm dritë por ja ku jemi të gjithë, më të bashkuar se kur. Mbi të gjitha, donin që ne të mos ishim fare në harë, por sot përkujtojmë për vjetorën e pavarësisë së shtetit të dytë shqiptare në gadishull një liri. Ne jemi mbledhur sot sepse konsiderojmë kulturën tonë si një thesar, me flamurën, gjuhën, traditat, zakonet, këngët, vallet, veshjet, të lashta, autentike dhe mbreslënse. Një thesar kaq i madh nuk mund të mbrohet dhe promovohet vetëm nga individ, kërkon një shoqat, një komunitet, një lidhje që premton shumë më tepër se sa 1 apo 2 festa në vit. Babai im, të cilin ju e njihni si Dr. Tite Tamburi, më thoshte shpesh kur isha i vogël, se kur të bashkohen shqiptarët e diasporës, jo vetëm që do të frymëzojnë bashkombasi tanë atë, por edhe do të shërbejnë si tregimi më i bukur se si do të duket një ditë një Shqipëri etnike. Dhe ja, këtu para meje sot kemi një version të vogël të Shqipërisë që ndërruam në atë, të bashkuar
të pasur dhe të lirë. Uroj nga zemra ime që kjo aspirat shekullore të realizohet edhe atje si sot këtu. Rroft Shqipëria e Bashkuar dhe Zoti i bekov gjithë shqiptarët këtu dhe kudo. Now, I would be remiss if I also did not make an address in English, not only for our Albanian youth here, for whom naturally English is their primary language, but especially so for our many non-Albanian guests of honor, very pro-Albanian allies, that we have here in attendance. We have fine professionals, great entrepreneurs, but I must single out the historic aspect of being graced by the presence of our local members of parliament, 4 members of Canada's parliament, along with staff from the Windsor's mayor's office and city councillors alike. Your attendance here tonight is not only an enduring monument to the excellent relationship shared by our countries, but also a striking testament to the vision that we as an association embody. We are as much a window to memory as we are a promise to momentum. For as much as we look back with pride to the glorious history of our Albanian heritage, we also look forward with resolve to our responsibilities of Canadian citizenship. Today, we celebrate the grand opening of our Albanian Community Association, but we also mark the 17th year anniversary of Kosovo's independence. For me, Kosovo's independence is as much an Albanian accomplishment as it is a Canadian contribution. In 1999, when Serbian war criminals were committing genocide and ethnic cleansing in the Balkans on the innocent civilian Albanian population, the Canadian Armed Forces joined NATO's humanitarian intervention in the bombing campaign to punish the aggressors and to save our people. All Canadian parliamentary parties were in favor. In 2008, when Kosovo declared independence after a long struggle, Canada was among the earliest countries to recognize. Again, all Canadian parliamentary parties were in favor. So although even you tonight may hail from different parties, perhaps you may not sit together in Parliament or on a host of many other issues, you are justified in sitting together tonight as we are all in unison on the Albanian question. With that being said, it is my deeply held belief that the more knowledgeable and proud an Albanian is about their past, the more loyal and committed they should be to their Canadian future. Now, this vibrant group could not be satisfied with only event planning. We desire community building. As I mentioned earlier in Albanian, a community is not simply 1 or 2 parties a year. It is a place to comfort and to console, to network and to connect, to learn and to grow. It is a never-ending conversation, and we thank you for joining the chat tonight. Your support today threads the needle, interweaving our Albanian fabric into the broader tapestry that is the Canadian mosaic. As we continue together, may we ensure that our story is written with patriotism, passion, and purpose. May God bless this Albanian community and its dear allies, and may God keep Canada glorious and free. Faleminderit shumë, Orhan Kuçi, ai po çështjonei. Kërkoj falje, kisha shumë emocione dhe miku Orhan, falenderoj ty edhe rekordin. Mi dua të përpiqje për rekordin, ata dhe precis, i dëshiroj shumë sukses. Tash unë e di që ndoshta pak edhe lodheni se është hera parë, duhet t'i mbajmë këto fjalimet zyrtare, ndoshta ndonjëherë është zgjasur pak. Po të kena durim, sepse duhet t'i thrasin edhe disa njerëz në skenë, na përshëndesin pavarësinë tonë, po edhe pranisht. Unë do i ftoj në skenë ambasadorën, shkëlqësinë e saj, zonja Artemis Malër në skenë, konsullin e Republikës së Kosovës, zotëri Katrin Gahaj, MP, Member of Parliament, Brian Massey, Windsor West, MP Chris Lewis, Essex, MP Irek Kizmirçek, shpresoj që e thash mirë,
është Windsor, të Kamsi dhe Happy Dave app. Dave, I like your first and last name. It's very easy. And it's a representative for Kent. The Windsor City Council, Angelo Marignani. Thank you, faleminderit shumë. Shpresoj të do filloj me ambasadorën tonë, edhe I'm going to tell you in silence. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, honorable guests, distinguished member of parliaments, dear friends, dear General Council of Kosovo, dear Iran, brothers and sisters, all of you, I want to give a huge hug and congratulations to everyone today. In fact, I didn't thought that this is going to be such an emotion, and I was wondering what to say, how to start, and how to congratulate everyone of you. But let me just, first of all, give wishes and congratulations to our Kosovo for her Independence Day, and wish to be forever free, independent, and strong to face all the challenges ahead of our nation, and especially on Kosovo's name and flag. Happy Independence Day to all our brothers and sisters to the nation of Albania and to the state of Kosovo. Congratulations. On February 17, 2008, our nation took a bold step toward freedom, dignity, and self-determination. This day is a testament to the resilience, courage, and unity of our people who never gave up on the dream of a free and sovereign Kosovo. As we honor our past, let us also look to the future with hope, commitment, and a shared vision for progress and prosperity. Gëzuar ditën e pavarësisë. Ladies and gentlemen, it is an honor to stand before you today as we celebrate the launch of our new Albanian Diaspora Association here in Canada in Wisdom. For me, it's a new path. I'm a new ambassador, a newcomer in Canada, and I guess this is the message that we have started our path of success together. So congratulations on the new association, to the organizers, and to all the people that took this initiative for this just a late initiative, but in fact at the best moment. Success and good projects ahead, all of us. Kemi detyrime ndaj vendit tonë, vetëm ndaj kombit tonë, nuk kemi detyrim ndaj askujt. Unë ju bëj thirrje të jemi krenarë, të kemi kokën lartë, të punojmë së bashku për të ngritur imazhin e kombit tonë shqiptar kudo në gjithë diapazonin global, sepse e meritojmë. Nuk duhet harrojmë se ne jemi vlerë shtuar në çdo shoqëri që ne adhurojmë. Kudo që ne përshtatemi, ne gjithmonë i shtojmë vlerën. Kryesisht në Kanada, komuniteti shqiptar, kombi shqiptar, është jo vetëm nga komunitetet më të përzierura, më elitar, por është simboli i krenarisë. Prandaj të gjithë bashkë të shtrëngojmë duar, të ngrehet kokën lart, të mburremi me kombin tonë dhe të japim më të mirën imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, sepse ne meritojmë shumë më shumë se kaq. Përtej interesit kombëtar, përtej të mirës së përbashkët, diçka tjetër duket shumë pak e rëndësishme. Ky është vërtet një moment historik, një moment shumë i rëndësishëm për shqiptarët që jetojnë në Windsor, por edhe për gjithë Kanadan. Kjo është shoqërat e sapo krijuar dhe ajo që përcjell është sa shumë dëshirë të vullnet ka shqiptaria, edhe pse larg, edhe pse ballkanitesh. Gëzimet e mia sërish nga zemra, gjithë ju që organizuat, dhe
më lejoni të theksoj në fund të fjalimit tim të shkurtër, sepse janë fjalë zemre dhe nuk do dua asnjëherë që dëlo. T'ju garantoj gatishmërinë e institucionit të ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Kanada për bashkëpunim me dashamirësi më të madhe dhe me të gjithë mundësitë dhe asistencën që ne ofrojmë për bërë së bashku gjërat të bukura dhe gjërat mira në emër të komunitetit tonë. Gëzuar në familjet tuaja, gëzuar ditën e pavarësisë, urimet shoqatës, paçi një muaj të mbarë të bekuar të Ramazanit, agjërim të mbarë gjithë atyre njerëzve që do të agjërojnë, dhe paçi sa më të lehtë, paçi bekime, dhe qofshin përherë bashkë të gjithë shqiptarët nga çdo lloj trege, qoftë Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut, Malizi, Lindje Preshevës, kudo që kombi tonë thret fjalën Shqipëri, qofshin të bashkuar kudo. Urime dhe urime. Faleminderit. Good evening. I want to first recognize we are on the traditional lands of the Free Fires Confederate, the Ojibwa, the Ottawa, and the Potawatomi. I want to say thank you to the Albanian Association for the work that's been done in the past, but more importantly, the vision for the future. I have been in the region before. I passed a motion in the House of Commons that recognized the genocide in Srebrenica in Bosnia, and I can tell you that the peace was fought for really hard, and it has to be maintained at all times. And I want to say thank you very much for the Albanian population of Windsor and Essex County to making sure that your businesses, your culture, communities, and also the activity that you do is going to be profound and matched by everyone. I'll finish really quickly by saying again, I really applaud the association for having the courage, and it is courage to put these events together and to go forward when you can remain quiet and behind the scenes to making sure the Albanian community is most importantly recognized for Windsor and Essex County. Congratulations. Good evening. Keep it short. Thank you. Thank you so much for inviting me here tonight. Let me add my voice from Chatham-Kent Leamington to the congratulations to your community, a community that had an idea, and that idea has grown to this. Congratulations for weaving yourselves, in, as has been said before, into the tapestry that is our Canadian mosaic. I share a heritage, all of us do. We all, other than our First Nations, come from somewhere. All four of my grandparents were born in southern Ukraine, behind Russian lines. And so the events of the last 3 years tear at my soul, as do the events of today. But all of us have a fierce pride in our home country of Canada. So thank you for joining with us. I want to congratulate you. In my role with the Foreign Affairs Committee, in conjunction with that, I had the chance to visit Tirana 2 years ago for a conference, and it was beautiful. But I'll admit, the 2 days I spent in Durrës on the beach were even more beautiful. So you have a beautiful country from whence you came. The snow and ice of the last few weeks are also beautiful. Summer is coming. And so the Albanians that I call my personal friends, I've gotten to know. Let me say this, they have fine taste. In fact, I would say they have elite taste. So thank you for inviting me. Congratulations also on the National Day of Kosovo. It's an honor to be a Canadian with you. Thank you. Wow, how do you top that? That was wonderful, wonderful, Dave. My name is Eric Kuzmirchuk. I'm the Member of Parliament for Windsor-Tecumseh, and I wanted to say congratulations, heartfelt congratulations to the Albanian Association of Windsor, and happy Independence Day as well. Round of applause. This is absolutely spectacular. You know, my family came from Poland here to Canada 41 years ago. And when we arrived in Canada, we were amazed. We were amazed that this country not only welcomes, but encourages us to maintain our connections to our heritage, maintain our language and our culture.
And this is what being Canadian is all about. Tonight is what being Canadian is all about. It's celebrating our culture, celebrating our language, celebrating our heritage. So once again, I just wanted to say from the bottom of my heart, sincerest, warmest congratulations, and happy Independence Day to everyone. Thank you. Well, good evening, folks. I guess they leave the politicians best for last. Does that make sense? No, it doesn't. I'm Chris Lewis, friends, Member of Parliament for Essex. Sorry I'm a little bit late getting on the stage. I was just over at the Capitol Theatre celebrating Black History Month with the release of a new movie, or a new theater that just came out. So that's why I'm late. But I'll tell you, just a couple of days ago, I had 3 amazing individuals in my office in Essex talking to me about tonight and the significance about this evening, and the hard work, the blood, sweat, and tears that went into it, and the amazing individuals that brought all of this together to truly celebrate the Albanian community and truthfully put your community on the map. And so I tell you the first story because it's not only the Albanian community or Black History Month. We could go on and on and all that Essex Windsor has to give, and the endless hours of volunteerism and giving back to community that so many special organizations and associations like yourself do. So I'm gonna take a page out of my father's playbook and do something called Shut Up and Listen. But before I do that, I really want to call up those 3 amazing folks that were in my office the other day, please. Could you please meet me on stage? Please come up. Friends, these folks were amazing. And so, from my office, congratulations, Albanian Association of Windsor, on your grand opening. The celebration of the history and heritage of the Albanian community brings greater understanding and appreciation of your new home, Canada. Unity is indeed our strength. And it goes on to say, the greatness of a community is most accurately measured by the compassionate actions of its members. Thank you very much. Good evening, everyone. I am Angelo Marignani, Councillor for the City of Windsor, East Riverside, Forest Glade, and on behalf of Mayor Drew Dilkins, my colleagues on Council, and the administration of the City of Windsor, I'm honored to be here. This evening celebrates 2 great, meaningful milestones: the founding of the Albanian Association of Windsor and the anniversary of Kosovo's independence. We gather with immense pride and profound respect to honor the rich heritage and spirit of the Albanian people. Those of a nation with a legacy and as ancient as Europe itself. Excuse me, Kosovo, a land defined by beauty and resilience, achieved independence after years of struggle, emerging as a beacon of freedom and self-determination. Its journey was marked with courage, perseverance, resilience far beyond its borders, inspiring communities worldwide, including here in Windsor. The Albanian ethos, forged through centuries of challenge, embodies the hospitality, courage, and steadfast commitment to preserving its cherished traditions and history. Albanians are known for their sworn oath, an emblem of their unyielding dedication to justice and integrity. These are values that are deeply important to the people here of Windsor.
Despite a history scarred with conflict, genocide, ethnic cleansing, and displacement, the Albanian people have demonstrated unbreakable resilience and strength, a spirit that lives throughout the Albanians today here in Windsor, and most importantly, to the children, to the youth of Albania. The Albanian community's ability to succeed and flourish, whether in academia, the professions, the skilled trades, reflects the collective commitment to achieving excellence and contributing meaningful societies, particularly here in Canada, and most certainly in our city of Windsor. The Albanian community, with its goal-oriented, maverick approach, continues to demonstrate that our desire to succeed and a fierce survivalist nature, enriched by inherent wit and key drivers behind the sustainable contributions to our society, which is so very important. Windsor has always been a city of opportunity, built on the hard work of our diverse communities that bring their unique strength, culture, and values to strengthen our city that we call home. And one thing that I've heard over and over again is the word home. And I think it's important that when we are with friends, that we realize this is our home. And we're here to share a meal together, which I think represents every home, where families come together, share a meal, share their stories, their aspirations, and their friendships. And I'm very proud to be here as part of that friendship here in our home with you tonight. I'll keep it short because I know that I'm the last speaker, and we might want to continue on along with the other ceremonies, especially the dancing that is going to happen later on with our youth. Windsor is strongest when we stand united. The world is strongest when we stand united. Together we are strong. If we're separate, we will fail. So we need to work together as a community. On behalf of our Mayor, Drew Dilkin, City Council, thank you for your dedication to helping build a stronger, more welcoming, inclusive city for all of us. As we raise the flag today, let us reaffirm our shared commitment to unity and friendship. Thank you for celebrating with us and inspiring us to move forward together. Thank you. Mirë mbrëma gjithëve, e di që ndoshta një lodhë, unë jam kandidat me konsulit të përgjithshëm i Kosovës në njerë, më lejoni që në emrin tim dhe gjithë institucioneve të Republikës Kosovës, që u dëshiroj ju, vllazër dhe motra, kudo që jeni, urime 17 dhjetorin e pavarësisë. E nderuar ambasadore, motra e jona nga Shqipëria, zonja Malo, është nderë dhe kënaqësi që të kemi gjithherë pranë nesh. Faleminderit për mbështetjen që bëni edhe institucioneve Kosovës, po dhe gjithë shqiptarëve gjithandej. Dear friends from Canadian institution, thank you very much for all that have you done for the Kosovo and our people. Thank you so much. So, vllazën dhe motra nga të gjitha trojet shqiptare, po i bashkangjitëm një fjalimit të parafolësve që thanë, unë këtu po e shoh sonte Shqipërinë në miniatur, andaj kam kënaqësi dhe emocion të veçantë që të ndaj me juve, me qenë se është hera e parë vetëm një moment. Me datën të fillim nëntorit të vitit kaluar, domethënë kisha rastin që ta vizitoj kryetarin e komunës së Windsor-it dhe me këtë rast shpreha dëshirën që të kontaktoj shqiptarët në Windsor. Dhe rastisht në zyrën time kam pas një numër 6 muaj më herët që ishte aty që kishte lënë një qytetar joni
që në rast kur vini në vizdarë ta njoftoni komunitetin tonë dhe rastësisht që të bohemi me një vend që të bisedojmë bashku. Ai ka qenë, Zoti Haqe, falenderoj për këtë letër që ka lënë në zyrën time. Personi dytë që kam kontaktu ka qenë Mark Tomaj, i cili na ka prit dhe na ka ofru hapësirën edhe me bojarinë shqiptare që ne gjithë me disa shqiptarë, nuk është marrë ta themi, ishte numri dikon të 30, që kemi filluar natë me diskutu se a ke mundësi që të avancojmë çështjen e organizimit të shqiptarëve në këtë qytet. Kjo ishte kërkesë edhe kryetarit të vizdorit Zotit Dickens, po ishte kërkesë sigurisht edhe institucioneve tona. Jam thellësisht i kënaqur që pas 3 muajve pothuaj në krye me Zotin Kuqi, cilën e përshëndes, po dhe gjithë shoqatën. Nga 30 persona, sonte jemi përmi 350, andaj bravo për iniciativë, ju lutem që jeni kanë bashku, edhe kështu do t'i quajmë edhe amanetin, edhe gjakun, edhe sakrificën e brezave të tërë shqiptarëve nga gjitha trojet që e kanë bë për Kosovën, për trojen tona, për Shqipëri, po dhe për juve që në jashtë. Ju jeni ambasadorët më të mirë të Shqipërisë, të Kosovës, andaj ne kudo që shkojmë krenohemi me të aditurat e komunitetit tonë. Edhe njerë me qenë që jemi në fillim të muajit të Ramazanit, ju dëshiroj gjithve këtë muaj të bekuar, ju uroj gjithë besimtarë musliman, por do të përfundoj me një thënie të bukur të atit tonë Gjergjishta që thotë ne vërtet kemi Bajram e bashkë, po shqiptarinë e kemi bashkë. Let's do a group photo, guys. Thank you very much. Let's push it this way. It's digital, so you can do like 10 quick. So, yeah. Okay. Hajde me shqiponjen pak, hajde me shqiponjen. You know how to do the flag, see most of them. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Të dashur të pranishëm, ju falenderoj shumë për durimin. Tash të kalojmë me një pjesë shumë ma të bukur dhe artistike. Është programi që grupi i Vallëve, ose grupi artistik i Vallëve, do të filloj me 3 performanca të bukur vallëzimi, shota, një valle tradicionale po qishme dhe plot energji, pastaj valle kosovare, një shfaqje që sjell ritmet e ngjyrave të jetës në Kosovë, pogonishte, një valle njohur që tregon krenarinë dhe traditat shqiptare. Më pas do të dëgjojmë mora fjalë të interpretuar nga Shkute Fejsa, një këngë mrekullueshme dedikuar heroit ton kombëtar Adel Jashari. Pastaj kjo këngë ban shumë emocione për kushtim për lirinë e Kosovës dhe teme përjetshme të heroit që dha jetën me gjithë familjen për atë tonë. Pastaj nxënësit do të recitojnë një poezi për Shqipërinë e Kosovës, 2 vende të shenjta që fëmijët i përshkruajnë me ndjenja të thella të dashurisë dhe respektit. Unë i them vallëtarëve të bëhen gati. Faleminderit shumë.
ka kyne. Kosovë, shtetë i ri me rrojnë të thella, në çdo vatër e çdo trua, ta shqiptari kene vena. Shekuj du bëhin lejme, do peskon si peskon sot, rezistove nuk u zduke, shembu paqe në këtë botë. Një duar trokitje për artistën ton, Ashlin Cani. Lumt. Tani kam knatësin që të ftoj në skenë një vajzë e cila baba i saj është veteran i ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Ai është Jashar Parduzi. Goca, vajza, qika vetë, do të recitoj, e cila quhet Vjolca Strazimiri, një poezi për sakrificin dhe guximin e babait që luftoi për lirimin e Kosovës. Vjolca. Qika e ushtarit. Ka marrë fletën e bardh bab, për ty ja nisa me shkru. Pavarësia o bab, të parit gjithë ty ta ka muru. Qu prej ati vari bab, bashkë të festojmë si për herë. Ka nardë shumë njerëz o bab, por jo valës për t'ja hedhë. Ushtria për cilën luftove, tek banesa e fundit ka përcjell. Jam rrit në shtëpi heronjq, e jetoj me krenari. Të vdesësh për Kosovën mësova, së është nder dhe lavdi. Mos kursej mas gjë, buk, traktor, as shtëpi, çdo gjë do të sakrifikojmë për të shtrenjtë të liri. Këto fjalë mua më kanë ngel kujtime, do të jap gjithçka për Kosovën time. Gjysh e bab t'i shofësh, me rrobat e ushtarit, është ndjenja më e mirë që mund t'i dhurohet një njeriu për së gjalli. Larga dheut jam o bab, për amanetin tënd do e ruaj, në shtëpinë time asnjëherë s'do flitet gjuhë e huaj. Fëmijët, shqip do të flasin, do jetojmë me krenari, do krenohemi gjithë që patëm një gjysh si ti. E ti bab dhe gjysh, pushoni të gjithë, dhe jo i Kosovës që shumë deshët, juve u qoftë i lehtë. Lavdi. Shumë faleminderit. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit shumë Vjolca, ishte shumë emocionuese. Unë i falenderoj grupin e valltarëve, ju lutem edhe një duar trokitje për valltarët. Sa bukur që janë të mirë, me gjithë të veshje kombëtare, na emocionuat. Falenderit shumë për këtë performancë. Para se të ftoj në skenë, këngëtarët e jeton, unë duhet t'ju them që edhe pak do shtrohet taka, kështu që ushqimet tradicionale, do thënë që janë në cepin atje, dërsa ëmbëlsirat janë këtu. Unë nuk i ha ëmbëlsirat, unë po iku te... Ajo meset tjetër s'po shko T'kujtja krumushqin po dhe pojata Bashkëtime që po vinë me ma Nëja shoku tjete që pata Që për te do të hyjan zjarë Unë se zua të takoj Kam friklote me tratoj E droj në përqafi Ti që soto shpirti im Ti që nga po shpirti
Shevane, torba I braku, zemrës mia, helmo I gjaku, qafshoj vasha me shokun ti, smeti tjete, veç rakia o shoku mi. Smeti tjete, veç rakia o shoku mi. Ku shevane, torba I braku, zemrës mia, helmo I gjaku, tratoj vasha me shokun ti, smeti tjete, veç rakia o shoku mi. Çeker sasi na nerat sokake Moskazane pritetera na ime lage Moskazane pritetera na ime lage Shtina sone Apemudu cetra vera Se Shtina sone Tipe djali Amosane mirada Safe tipe djali Oses şayve fatiti O ehtirana Asa şuplas Se Shtina sone Asa shumë pas ka zeri Se Shtina sone Ti e sei tu e mostro
vitraki e kuqe Mos pa shpar Ti moj buz për fuqe Pje moj raki Lere ta shpërsi Pje moj raki Falma ta shuni Kosova po trek
mos më lini të mjere të shkret Pavini që kemi dhe bendi është një kohë Ta një dhe dasma po i vej me ljonë Kosova po qanë Kosova po lego Dhe uajrini e leve ata Tash po bime shi, ashtë krisur qeli Gajlo dhe tebi, nuk po të tjeli Dhe uajrini Dhe nga posre Kur Kosova lët me mostre Tash po bije i shi Ashtë krisur qeli Gajlo dhe tebi Nuk po se tjeli Dhe hojni Dhe nga posre Kur Kosova lët me mostre Bravo maestro! Ishte dhe moj kumela Ishi dite lotë dhe shi Jeti ti mund duke shumë Zemra ti që i si qiri Ishte dhe moj kumela Ishi dite lotë dhe mi Ty që ti mund duke shumë Zemra ti që si qiri Jena butura me këtë botë E prizote që i këtë tonë Këshin vite, diqma farë Unë i mjeri s'ja me darë Jena butura me këtë botë E prizote që i këtë tonë Këshin vite, diqma farë Unë i mjeri s'ja me darë Ishte dhe moj kumela Ishi dite lotë dhe t'mi Këshin ti mund duke shumë Zemra ti që i si qiri Ishte dhe moj kumela Ishi dite lotë dhe t'mi Këshin ti mund duke shumë Zemra ti që i si qiri Jeme bukra me këtë botë E prizote që i këtë botë Kyqin vite, diqma farë Unë i mjeri s'ja me darë Jeme bukra me këtë botë E prizote që i këtë botë Kyqin vite, diqma farë Unë i mjeri s'ja me darë
Jeti se zemrën ta më dha. Ti e di se ti ka pa. Son me letër dhe qenë, e ti letër dhe tjenë mos haro, e imja je. Oj kam kipe si vecini, e në kucë moj si qerishi, e ja vedi të ta maroj zemro. Oj kam kipe si vecini, e në kucë moj si qerishi, e ja vedi të ta maroj zemro. Fjallë tua që ti u beso, retimet e mia si haro. Son ka letër dhe qenë, dhe ti letër dhe qenë mos haro, e imja je. Oj kam kipe si vecini, e në kucë moj si qerishi, e ja vedi të ta maroj zemro. Oj kam kipe si vecini, e në kucë moj si qerishi, e ja vedi të ta maroj zemro. Oj se shtonja ime, që ki vit me tek si zjarë, na ljubi qëndroj të ty, zemër e minima. Oj se shtonja ime, Shivania
Mundësisht një copë më të madhe tortës për mua, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit. Është shkoti për sa foto, lutëm. Edhe një shikoni, direkt më afër. Edhe një 3 metra më afër. Jo shumë afër. Kjo do shkon prapa dhe të preta, mundësisht pjesë më të vogla, që sa më shumë njerëz të marrin, e këtë copën e madhe për mua, faleminderit. Doni të bëni foto me korin ton diplomatik, atje është, si më thënë, një pozicion që është bërë për foto, si fotobooth. Kushdo që ka interes, ka dëshirë, atje do jem, do e bëjmë ca foto. Faleminderit shumë, respekt.